Sot po flasim për një fenomen të ri në politikën tonë. Propaganda si biznes. Barit Cani, njeriu që çdo postim për verimin e Kosovës dhe për gjëra të tjera e shndron në mënyrë kritikimesh, pëlqimesh dhe pagjesash nga rrjetet sociale. Por me një fakturë të rëndë për Kosovën. Në një postim të fundit të bërë për Veriun, Veriu na thotë se transferimi i pushtetit tek lista serbe pa probleme serioze. Unë e pyes zotërin Cani, çfarë duhet quhet problem serioz në veri? Vetëm nëse na përsëritet Banjska? Apo mjafton fakti që në nisje, që në ditën e betimit, kryetarët serb rikthyen edhe flamujt, edhe stemat, edhe fotografitë e një shteti tjetër brenda Republikës Kosovës. Po ashtu, për të vazhduar matutje, zotëri Cani na shkruan se në 4 komunat veriore, pushteti kaloi normalisht tek autoritetet e reja, që janë 100% të listës serbe. Por le ta themi trosh. Veriu nuk u normalizua. Veriu u rikthye në kontroll të plot të listës serbe. Në bekimin e heshtur të një qeverie që për këto 5 vjet të pushtetit plot në Kosovën na u shit propagandë se suverenizoi Veriun dhe se lista serbe s'kishte më autoritet as në veri, por as kund tjetër në Kosovë. Pyetja është, çka fitoi Kosova? Në këto vite të propagandës së suverenitetit, po le ta themi tresh. Veriu nuk u normalizua, Veriu rikthye në kontroll të plot të listës serbe me bekimin e heshtur të një qeverie që për 5 vite e gënjeu këtë popull se e suverenizoi Veriun dhe se lista serbe s'kishte më autoritet. E pyetja edhe për Barit Canin, por edhe për të gjithë të tjerët, intelektual dhe jo të tillë, është në këto vite premtimi e propagandë. Ne e fituam suverenitet real apo izolim ndërkombëtar? Ju zotëri Cani komunikoni çdo ditë me publikun në Gjermani dhe me diasporën tonë atje. Nëse ju nuk e dini, po atë tregojmë ne, po unë besoj që ju e dini, se të gjitha këto statuse e tua nuk mbesin vetëm të tilla. Ato mblidhen, citohen, shndrohen në raporte, në kablograme, në burime nga terreni, qoftë për shtetet apo edhe për agjencitë e vuajtja. E kurios zotëri Cani, po ashesni, thojsa, po them, këtë verzion të zbukuruar të realitetit, bota jashtë e merr si të mirë qenë, ndërsa në terren Veriu është më ndërlikuar dhe më abnormal se asnjëherë tjetër. Po ashtu, për të shkuar matutje, ju zotëri Cani se përfaqësitë diplomatike e kanë përshëndetur kalimin e rregullt të pushtetit. Tani të shohim nëse do të hiqen masat ndërshkuese të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. E bla 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 të gjithë. Por edhe vetë ju e dini, madje e ke pranuar pak më lart, se masat nuk kanë filluar të hiqen, përkundrazi, sidomos me rastin Mogherini dhe me raportet e reja që po hapen, shumë shtete do të rishikojnë edhe me llup dosje për Kosovën. Rreziku është që edhe me vitin 2026 do t'i kemi këto mosa mbi kohë. Sepse një kryeministër me vendimet pamatura e ka futur vendin në një qoshje ku armisht tonë ndihen komod e mes tonë të vërtet hezitojnë. E megjithatë, në vend se ta shpjegoni ju zotëri Cani këtë realitet si gazetar, ju e shqipni narrativen sikur gjithçka po shkon drejt normalizimit. Po ashtu,
tutje, ju vazhdoni, se situata sigurisë në veri është përmirësuar, janë zbuluar shumë arsenale armësh, flamujt serb janë hequr në shumë vende, është nxjerrë nga përdorimi i dinarit serb, posta është zëvendësuar, janë vendore të reja, bla bla bla, tutje, deri në pafundësi me të mirat që kanë ndodhur në veri. Në letër, tingëllon bukur, por në praktik, shumë prej këtyre janë kthyer në pikën 0. Brenda ditës së parë, për të mos thënë brenda gjysmës së ditës së parë të punës nga kryetarët e nisës serbe. Flamujt e simbolit serb janë rikthyer, arsenalet e armëve do të vazhdojnë të zhvillohen, incidentet nuk kanë pushuar, e kemi pasur edhe rastin pas Banjskës kundër Lepencit. Kjo, për njerëzit që marrin vesh siguri, nuk është siguri. As e konsolidume, as e mirëqe. Kjo është fasadë. Dhe fasadën po e mbani gjallë ju që jetoni nga klikimet. Jo nga vërteta. Qëtimit kjo është. Dhe këtu vjen pjesa me e hidhur. Kjo propagandë nuk është vetëm bindje politike. Kjo propagandë është fatkesisht është bërë edhe biznes. Sa më shumë tekstet e tilla sensacionale, sa më shumë komente, edhe për, edhe kundër, edhe sharje, poshtë këtij statusi, shpërblimet janë më të mëdha nga platforma. Sa më shumë e shet veriun si histori suksesi, aq më i gënaqur do të jetë algoritmi i propagandës. Po ndërkohë, Kosova paguan fakturë. Me imazh, me masa, me mosbesim ndërkombëtar, me prishje të rëndë të gjithësisë së brendshme, dhe me të gjitha të tjera. Unë nuk po them të mos kesh qëndrim. Bare. Po kur qëndrimi shndrohet në model biznesi, dhe kur ky model dëmton interesin e Kosovës, atëherë nuk quhet me vezetari. Quhet propagandë me pagesë. Prandaj duke nisur nga ky status, gjë që s'kam asgjë personale me zotrin Barica. Dhe të tjerat, në çdo platformë, ne kemi vetëm një thirrje për diasporën dhe për publikun në Kosovë. Mos i merrni këto statuset e paketuara bukur si realitet zyrtar. Lexoni vetë, dyshoni e krahasoni vetë. Veriu nuk është story në Facebook, por është klub e hapur që nuk mbyllet me lajka dhe CPM të lartë. E ne, përmes storisë, së vërtet të angazhohemi të bëjmë ballë. Storisë të propagandës, për te çdo partie, sepse të gjitha e ndërnje luftoj për votë, jo për Kosovën. Për këtë arsye, na ndjesni edhe në këto platforma, por sidomos në YouTube. Aty do të gjeni përballje të vërtetë.